Diskutimet kanë filluar. Në fermë edhe pse jemi në orët e para të mëngjesit, po diskutohet me Ilirit e Kostallës dhe po shikoj që ka një tension të madh mes tyre. Kemi gati një super dark për ta, unë do të shkoj që t'i lajmëroj, ju lutem mundsoni lidhjen. E para. Pasti nuk e profesor. Më pyte e njef të thash... Më Zëri jot është pak më i hollë se ç'duhet në raport me zërin tim dhe më krijon një shqetësim. Jo, dakor. Më pyte i njef të thash i njoft. Sa duhet ta kishte një burr. Ashtu, ë? Po, për zotin. Po burri nuk matet, dëgjoj, për mendimin tim burri nuk matet nga zoni. Po pra, dakor, po. Matet nga burrnia dhe burrnia është mos bëhet. Po ajo është puna që burri nuk matet nga zoni. Më falni që ju ndërpres në bisedat tuaja për burrnin në këto orë, por kam një lajmëri. Ilir. Ana, ju lutem, pas ke lajmërim Arbana. Pas kam një lajmërim, po e shikoj që pas keni nisur me tension pak me gocat, apo nuk duket kështu? Jo, me shumë qef, me shumë kënaqësi. Me shumë mirë. Gocat që 5 sekondën e parë, jo gocat, Zhaku që 5 sekondën e parë, ku di unë, filloj direkt me familje, me gjitha, nuk e di edhe sa parë lajmërime do kemi që nuk përfshien njerëzit jashtë brenda. Se që ndodhi Sara, na falë se ishë në publicitet. S'ka problem se ta shpjegoj unë. Dhe ne nisi në fillim të do vjera shumë, pastaj vazhdoj, nuk e kuptoj se si të mban burri, pastaj kush ishte tjetër më rikujtoni pak, sa e ligje, dhe me thë nuk e di, 5 sekundë azjati qetësia. Nga Zhaku apo nga Kostana ishin këto? Nga Zhaku. Zhaku? Mendimin tim thash. Nuk lejohet më mendimi lirë. Jo, s'është mendimi jo. Mendimi lirë vetëm për konkurentët që janë aty që marrin pjesë në fermë. Po gjërat që ka thënë vetë. As Vjera e Sarës dhe as njerëzit e tjerë nuk janë pjesë e fermës. As një nga njerëzit tuaj nuk janë pjesë të fermës dhe ju lutem të respektojmë familjarët e gjithë secilit. Ndjes atëra, po. Okej. Atëherë shkojmë një lutem brenda se kemi një dark. Ejani. Ejani, shkojmë brenda. Dark. Kemi një super dark që ju pret, besoj ju ka marrë Ria. Patjetër. Kë nuk ka marrë Ria apo jo Ermal? Në ty po presim. Unë jam DJ sot në një vënd, që të mund të ikim më shpejt. Ermal. Yes. Të përshëndesi Ermal, shikimin tonë. Moza! Do vini për vizit, ju ndo njëherë këtu brënda? Do vimi, Moza, do vimi. Po sa të lalini, pak kohë. Vetëm Ermalin do sjellë. Do vim, patjetër. Arbana, vetëm Ermalin dojë. Vetëm Ermalin. Po nga lodh kot në tjerë. Do vetëm Ermalin, Moza. Jo, gjithë. Edhe unë në Ermalin njëse. Edhe Arminën gjithi dua. Dua një shumë ti prek pak, Ermal. Hajde, Moza, hajde hamë, Moza. Hajde se nga ka marrë Ria. Hajde shkojmë të darkë. Thuaj sa lumturie që erdha unë. të shojmë se me këtë si dhjetë kur. Të shojmë. Po gjatë të shumë se Shaku, me thënë drejtën. Nuk është se po të mirë pres. Hajde shkojmë të darka, goca, hajdeni. Po, ja. Ermal, merë edhe DJ Dogsin edhe hajde bomi i tret. Okej, brother. DJ Dog dhe ka hallet e veta. Si marrin edhe dhurat. A baruan? Baruan më shkojmë të darka, Moza, hajde Ik shpi tashi. Se jam shumë krenare për ty që Moza, sa më shpejt ti kësh tjesh, më shpejt ikim ne. E ke shtyr atë orarin e gjumit, e mban mend në puntatën e parë, u filtrove që në orën 11. Është ora 2 edhe akoma je pik. Ua, muj mami e mora veçorën, mo! Ua, nuk e them shokve! Fix me po DJ Ermal. Ora që nga 2! Ua, era parë që ti që Dhe informacion nga jashtë. Ju du! Hajde. Ka gënjy se s'është 2. Mora veshore. Është 2:20. Ishim sa gjëra dentisat. Po do t'i keni më gjërat e dentisat. Ishim dosa në dentisto. Aty i keni edhe dhuratat e Diamondit, e gjithë dhuratat që morët sot. Po tutum pe ju shtris t'i lirit. Hajde shkojmë brenda, ju lutem, se ka ardhur pjesa tjetër. Ju pret një dark nga Farm 88, ku tradita shqiptare takohet me elegancën, me shihen dhe me mikpritjen autentike, ushqime tradicionale dhe të egra në çdo tavolinë me zemër,
shije dhe mikpritje të vërtet. Kështu që ju bëft mirë darka, shijojeni, o, sa gjërat mira. Wow. Hajde. Dhe më lejoni t'ju uroj qëndrim të këndshëm edhe për ditët në vijim. Do takojmë të hënën, Nesër të deshe. Si? Nominimet. Nuk më lënë të dëgjoj ju arropitet, më falë. Nominimet. Më falë. Nominimet. Se kush janë? Se nuk e dini ju? Nga që ju dëgjova që të diskutoni me njëri tjetër, mendova se e dinit. Jo. Okej, më lejoni t'ju them zyrtarisht atëre se cilët janë të nominuarit e këtyre ditëve që rrezikojnë deri të hënën. Njëri prej tyre do shpëtohet nga publiku. Të nominuarit janë Bujaka. Faleminderit. Ju dua publik i dashur. Mimoza. Sara. Blerina dhe Henry. Televotimi është hapur për para disa minutash. Njëri prej jush do të shpëtohet nga publiku, të tjerë do të shkojnë në sfidë. Suksese të nominuarve, ju bëft mirë darka, shijojeni dhe ju put fort. Natën e mirë të gjithëve. Bravo, Patri. Natën.